Unë kam qenë dhe jam gjithmonë krenare, që jam shqiptare. Njeriu duhet jetë gjithmonë krenar për prejardhjen e tij, sepse nëse nuk je krenare për prejardhjen, nuk të pranon as i huaj, sepse i huaj nuk të pranon si çeke. Ai të pranon, në qoftë se të pranon pikërisht si shqiptare, me gjithë atë historinë që mbar ti me vete, me atë bagazh kulturor, intelektual që sjell, dhe i gjithë ky formimi im natyrisht ka filluar në Shqipëri dhe ndoshta edhe ka përfunduar atje, sepse unë kam ardhur tashmë një njeri i gatshëm këtu. Kam ardhur 20 vjeçare dhe formimin tim e kam marrë në Shqipëri, edukimin shkollor etj, për cilin jam krenare, sepse vërtet arsimimi në Shqipëri në ato vite ka qenë në një niveli të tillë që kur kam ardhur këtu, pedagogët e universitetit kanë qenë pak a shumë të çuditur me faktin se në çfarë nivele ishin dijet dhe njohuritë e studentëve shqiptar.